i bje kryq, e zëron drejtsin, dhe do të paraqes ligje për mbrojtjen e vetë. Na thoni atëherë, bashkëqytetarë të dashur, çfarë duhet bëjmë? Ka vetëm një rrugë të protestojmë dhe të protestojmë. Gjën fitore. Edi Rama ndje ka përdor dhunë, absolutisht të gjitha do t'i kthehen atij. Resto pa i kthy atij nuk do mbetet. Por ne këtë rrugë nuk ka forcë në botë që ta ndalë. Nuk ka forcë në botë që ta ndalë. Ne do rikthejmë Shqipërinë. Si të rikthyem në vitin 1992, në rrugën e demokracisë, në rrugën e të ardhmes, në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Ne do marrim fatin e Shqipërisë në duart tona.